Këshilli Kombëtar, që quhet i LDK-s, është e njëjta që ka qenë kur i ka bë votbesimin, edhe unë nuk po shoh një njeri që ka qenë me Lumirin kur u bë votbesimi e që tash i ka dalë kundër. Zakonisht ata që i ka pas kundër, i ka kundër edhe tash, edhe ata që i ka pro edhe tani, kështu që unë pres edhe nëse bëhet votbesimi që ai ka me pas paravisht në rezultat të tillë. Po sepse edhe në mbledhjen e javës së kaluar që mbajti pra LDK-ja edhe me kryetarët e degëve lokal, u tha se pati për krajen e gjithë kryetarëve të pranishëm. Megjithatë nuk ishte Imre Ahmeti, Gazmend Muhaxhiri, cilët edhe ata që janë kundër pranishëm e kanë përkra, ata që janë kanë filluar mbledhjen e shkrimeve. Po sidoqoftë ato të Shpeja, Lipjani janë degë të fuqishme të LDK-s, mirë po unë besoj që nëse i bëhet votbesimi, ai prap kalon me një diferencë të vogël, më thonë, mbetet në këtë aty ku deri në përfundim të mandatit. Deri në përfundim të mandatit. Është e natyrshme që oponentët e tij brenda partisë kërkojnë se si të këshyr për çka merren me politikë, se janë pozicionet më të larta për vetën e tija, për ato me shty mendimet e veta për para, kështu që kjo betejë brenda Lidhjes Demokratike për mua është normale, është betejë kush me dominu LDK-n dhe Lumiri, ata që ka mujtë me pas me kriju aleat, me afru njerëz disa struktura më të vjetra të LDK-s që kanë qu pesh një kohë, që akoma quen pesh, ai nuk e di pse i ka largu, pse si ka ofru, se me pa ofru, nuk mund është me pas... Po, tentua në fakt të bëj një gjë tillë, t'ja afroj me këtë bashkim të jatës? Nuk ka tentu fare, nuk përshjet që nuk, dhe më thonë, përveç Vjosa Osmanit s'ka afru di kanë tjetër. Dhe kështu që prandaj ka ngel, unë përvesoj që nëse bëhet votbesimi që ty ka me konë shumë ngusht për nashta 3-4 vota, mundet me met... Profesor, sipas jush, nëse jo Abdi Gjiku, kush do ishte një tjetër figur brenda LDK-s që në qëndrimin e juaj pra individual do e meritonte ta merrte udhëheqjen e LDK-s? Kush... Nëse jo Abdi Gjiku. Mendoj, aty tani për tani në këtë konstelacion, Lutfi Haziri është figura ma unifikuese brenda LDK-s, kështu që nëse besoj kish me pas një zgjedhje dhe kandidatura, është Lutfiu kish me fitu, po mendoj këtë garën, edhe pse e ka humbi Lumirit në një kohë tjetër, por pa një kohët kanë ndryshuar, edhe në këtë përqarje çfarë është në LDK, besoj që Lutfiu i kish me fitu garën, por unë besoj që Lumiri do të ngelet dhe në fund mandatit. Kryetëziu, sa